Profeti alayhi salatu selam në hadith vërtet thot, unë thot do ta njoh ummetin tim, besimtarët e mi, nga shenjat e avdesit, subhanallahu, i qofshin fal Allahut, ç'a mirësi e madhe. Nga shenjat e avdesit, sepse çdo besimtar që ka marrë avdes me shpirt e me zemrën këtë dynja, do të shkëlqejë pra gjymtyrët, fytyrat, duart, këmbët. Do t'i shkëlqejnë pra gjymtyrët që ka marrë avdes, si dritë do t'jetë në ditën e gjykimit dhe do t'njifet. Ndërsa besimtarve ju shkëlqejnë gjymtyrët nga drita, imagjino, për ta kuptu atë që tham para pak minutash, ka edhe prej atyre cilët kanë marrë avdes në këtë dynja, por nuk do t'i shkëlqejnë gjymtyrët, subhanallahu, ata kanë qenë hipokritët. E në këtë ditë do t'ju thonë besimtarve, undhuruna në këtë bismi nurikum, na shikoni se mos na jepni edhe neve, mos na përçohet edhe neve drita ju, se edhe ne kemi marrë avdes si ju. Por me shpirt Allahun se kanë pas, me shpirt Allahun se kanë besu. Kur e kanë bo namazin ose avdesin, nuk e kanë bo për hatër të Zotit, po e kanë bo për qëllime tjera, vallai. Zoti na ruaj. Janë ata cilët shfaqin besimin për në zemër, nuk kanë besim. E pra vëllezër të nderuar, ai i cili nuk e bën me shpirt edhe me zemër, ai që avdesi nuk ja pastron shpirtin edhe zemrën në këtë dynja, në këtë botë, nuk do të ketë dritë ditën që dalim përpara Allahut xhelleshanu.